Dhe u mblodhëm qytetarë dhe banorë të Bashkisë Malish për të protestuar kundër shkrirjes. Pak më parë ishim më shumë se kaq sa jemi, erdhën gazetarët dhe na provokuan duke përzënë gjysmët e personave që ishin në protest. Mish, ju e dini që ky sistem është i gjithë i kapur. Ne po protestojmë në paqe për mos shkrirjen e bashkisë tonë, për mos i plotësuar tekat e bashkisë Korç që ka dështuar si bashki, sepse ka dështuar bashkia Korç sot rezulton 16.800 banor. Bashkia Malish me 82 fshatra ka 32.000 banor. Ne nuk mund të mbulojmë dështimin e bashkisë Korç për interesat e tyre si dështak që janë. Ne duam bashkinë tonë këtu, ne shërbimet i duam këtu, jemi në rregull, nuk kemi nevojë të bashkohemi me bashkinë e Korçës. Kaq, ky ishte edhe motivi i kësaj proteste, na vinë, na provokojnë dhe duan të prishin sepse i shërben këtij sistemi të kalbur. Prandaj ky është sistemi që kanë krijuar këta, Shqipërinë e kanë shpopulluar, e kanë varfëruar, banorët ne kemi boll probleme me bashkinë këtu. Gjithë fermerët e Bashkisë Malish kanë 100.000 probleme. U përmbytën, nuk kanë marrë akoma dëm shpërblimet. Dhe imagjinoni që edhe ata i kërcënojnë të mos dalin në protest. Unë kam vajtur në 82 fshatra për t'i lajmëruar për këtë protest. Po askush nuk merr guximin të dalë sepse këtu është krijuar një sistem diktature që i kërcënojnë të gjithë. Për një kemp, për një ndihmë ekonomike dhe njerëzit nuk kanë kurajo të dalin në këtë protest. Kaq, tani merrni mendimin e këtyre njerëzve të ndeshëm. Edhe ka 35 vjet, jam mësuar me sistem demokratik. Kur bëhet një lëvizje madhe, si kjo që prishja e bashkive, merret mendimi i popullit. I mendimi i popullit, ai duhet ta vendosë, si bëhet mirë, si bëhet mirë. Jo ngrihet rama në mëngjes. Ose të bëjë një referendum. Ose bëhet një referendum e vendos populli vetë. Ati është bërmendja resorte, kulla dhe koncerte i ka arruar të rallet e popullit. Bashkia Maliqit fermerët e Maliqit ju e dini shumë mirë rallet, ju e dini shumë mirë rallet. I edhin patatet në lumë, zot ja di njeri. Tashi, unë ngritë në mëngjes do prishim bashkinë. Bashkia e Maliqit është një nga më rëndësishme të Shqipërisë. Përse do ta prishim të bashkinë? Janë të këta fshatra. Në vend të mendojnë ta sistemojnë për hallet, për problemet që ka ngrihet Edi Rama në mëngjes, do t'i prish bashkitë. 32.000 banor këtu, 16.000 në Korç, të prishet Bashkia e Maliqit të bëhet e Korçës. Si Stariani, ka falimentuar Korça dhe ai të rregullon me Korçën në Maliq. Po ka shumë probleme të saj brenda bashkisë. Për korrupsion nuk kemi se qarë themi se ka rritur kulmi, por edhe administrata nuk ka sipas meritokracisë. Administrata këtu është partijane. Po ta fillojmë që në hallat e kulturës. Hallat e kulturës nuk e di se sa vete janë. Mirë po tani ka filluar në për fshatrat një takim brezash, edhe asnjë të gjithë fshatrat paguajnë, ose si mund ta them unë, ne si taksa pagues paguajmë këtë orkestër këtu. Në takim brezash fshatrat paguajnë orkestra private. Përse mos ver kjo orkestër e bashkisë në për fshatrat, por paguajmë 2 herë neve, edhe taksën bashki, edhe private. Veç problemeve tjera pastaj. Mos flasim për bujqësinë e për rrugët. Kjo në katastrofë. Kërkoj një të drejtën time të më ka hyrë njëra aty, më ka bllokuar penxherën, më falni për shpejt, kam edhe banjën aty, unë s'mund ta jap. Kam ardhur këtu, më ka thënë shko në Korç. Ka vatur në Korç të biri nanës, më ka thënë zonja, nuk ta jep ta gëzim të optiu. Nuk ta jep.